Kreu i prokurorisë së posaçme Klodian Braho dha një paralajmërim të fortë për çdo zyrtar që është përfshirë në korrupsion apo veprimtari të tjera kriminale, në mesazhin që shoqëron raportin vjetor të veprimtarisë për vitin 2025. Nga 30 zyrtar dhe ish zyrtar të lartë nën hetim, 18 persona janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim, ndërsa 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë. Ne po punojmë intensivisht për hartimin dhe ndjekjen penale të gjithë atyre zyrtarëve që kanë abuzuar me detyrën. Raporti tregon se në vitin 2025, kur SPAK drejtohej nga Altin Dumani dhe Klodian Braho ishte shefi departamentit të korrupsionit, u regjistruan 10 procedime me 13 të pandehur për korrupsion të nivelit të lartë. Raporti evidentoi rritje të hetimeve penale dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Të dhënat e raportit të vitit 2025 tregojnë se SPAK ka shënuar progres në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe për këtë vlerësoi punën e prokurorëve të prokurorisë së posaçme dhe hetuesve të byros kombëtar të hetimit. Megjithatë, këto janë sfida që kërkojnë përpjekje të vazhdueshme. Raporti evidentoi gjithashtu një ulje me rreth 53.4% të përdorimit të masës së sigurimit arrest me burg, duke reflektuar një zhvendosje drejt masave alternative të sigurisë. Për vitin 2025, për veprat penale të korrupsionit, masa arrest me burg përbën 3.45% të totalit të personave nën hetim. Për krimin organizuar, kjo masë përbën 21.4% të personave nën hetim, nga rreth 31% në vitin 2024. Një rol kryesor në arritjet e SPAK ka luajtur dhe forcimi bashkëpunimit me partnerë ndërkombëtar për hetimin e çdo personi që ka kryer vepër penale, duke treguar se askush nuk është mbi ligjin, se të gjithë janë të barabartë para tij. SPAK thotë se ka vijuar të konsolidojë dhe intensifikojë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në luftën kundër krimit transnacional dhe korrupsionit.